Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Departamenti Amerikan i Shtetit rikonfirmon pezullimin e dialogut strategjik me Kosovën. Ritheksohen shqetësimet e Washingtonit mbi veprimet e qeverisë në Prishtinë. Ne ja kemi shprehur shqetësimet tona drejt për drejt kryeministrit dhe kemi bërë qëndrimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara plotësisht të qartë. Ato do të jenë gjithmonë një mik i ngushtë i popullit të Kosovës dhe ne jemi plotësisht të përkushtuar ndaj partneritetit tonë, deklaroi zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës theksojnë se kërkojnë bashkëpunim të ngushtë me institucionet e Kosovës, por sipas deklaratës, ky bashkëpunim duhet të bazohet në shmangjen e veprimeve që rrezikojnë stabilitetin në rajon. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, vlerësimet për veprimet e qeverisë në Prishtinë do të vazhdojnë, ndërsa aktualisht nuk ka zhvillime të reja për të njoftuar në këtë drejtim. My full legal name is James Peter Covey, but I'm known professionally and to my friends as Jock Covey. Thank you. Jack Covey, zëvendësi i përfaqësuesi special të sekretarit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Bernard Kouchner është dëshmitari i radhës në Hag në mbrojtje të ish-presidentit Kosovës Hashim Thaçi. Zëvendësi Kouchner në dëshminë e tij tha se nuk e ka parë asnjëherë Hashim Thaçin të ketë pasur kompetencë ose ndikim të drejtë për drejtë mbi UÇK-n. Dëshmia e tij vjen pasi në gjykatë u dëgjuan dëshmia e ish-sekretarit amerikan të shtetit James Rubin dhe ajo e këshilltarit ligjor të ekipit të Kosovës në Rambuje, si dhe dëshmia e ish-diplomatit britanik John Stuart Duncan. Nga data 12 tetor ndryshon kufizimi i lëvizjes në vendet e zonës Schengen. Policia e Kosovës thotë se do të hyjë në fuqi Entry-Exit System, një sistem i ri digjital i Bashkimit Evropian për regjistrimin e hyrjeve dhe daljeve të udhëtarëve. Ky sistem vlen për të gjithë shtetasit jo Bashkimit Evropian, përfshirë qytetarët e Kosovës të cilët udhëtojnë drejt vendeve të zonës Schengen. Në këtë mënyrë nuk do të ketë mëvula në pasaport dhe regjistrimi do të kryhet në mënyrë digjitale. Do të regjistrojnë automatikisht hyrjet dhe daljet nga Bashkimi Evropian. Sistemi do të përfshijë gjurmët e gishtërimve dhe fotografinë e secilit udhëtar. Policia apelon për kujdes dhe informim të merrshëm nga qytetarët në mënyrë që procesi i kalimit kufitar të jetë më i shpejtë dhe pa vonesa. Bota. SBA-i Izraeli japin sinjale pozitive për arritjen e një marrëveshje në Gaza. Mbrëmjen e së martës në Shtëpinë e Bardhë në Washington, presidenti i SBA-s dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu folën për planin me 20 pika të Trump për dhënien në fund të luftës. Netanyahu përkrau publikisht planin edhe pse ai ende nuk është i firmosur. Mes pikave kryesore bie në sy çmilitarizimi i Gazës, lirimi i pengjeve, një amnisti ndaj anëtarëve të Hamasit, si dhe ngritje një qeverie të përkohshme teknokrate palestineze që do të jetë në mbikëqyrjen e atij që në dokument quhet Bordi i Paqes, i cili do të udhëhiqet nga Donald Trump. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. Nëse Hamasi nuk do të pranojë planin e propozuar, presidenti amerikan tha se do të përkrah vijimin e sulmeve të armatosura të ushtrisë së Izraelit, ndërsa Netanyahu tha se në këtë skenar Izraeli do të përfundojë punën i vetëm. Anëtarët e kabinetit qeveritar të Netanyahut në Izrael shprehen kundërshtim ndaj planit të paqes së Trump. Bashkimi Evropian mirëpret planin e Donald Trump për të dhënë fund luftës në Gaza. Presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen tha se BE është gati të kontribuojë. Ne inkurajojmë të gjitha palët që ta shfrytëzojnë këtë mundësi, shkruan në rrjetet sociale presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Aktet luftarake shton ajo duhet të ndalen duke siguruar menjëherë ndihmë humanitare për popullsinë e Gazës dhe duke liruar të gjitha pengjet. Një zgjidhje me dy shtete mbetet e vetmja rrugë e mundshme drejt një paqeje të drejtë të qëndrueshme në linjën e mesme ku populli izraeli dhe ai palestinez të mund të jetojnë krah për krah në paqe dhe siguri, të lirë nga dhuna dhe terrorizmi, përfundon reagimin e saj presidentja e Komisionit Evropian. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.